Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush në fakt një përgjigje që po më bëhet gradualisht. U përfol dhe u stërpërfol hyrja e mundshme e Kesit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Në fakt ishin thashë themet që përfliteshin që këtë të shtunë do t'jetë Kesi personazhi i cili do të rikthehet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Tani, mundësitë për të rikthyer Kesi me patjetër që janë shumë të mëdha. Jam i bindur që Kesi ka reflektuar jashtë, jam i bindur që Kesi ka kuptuar që të përdorësh atë sjellje, të përdorësh atë gjuhë dhe të denigrosh banorët në atë nivel nuk është njerëzore. Tani, duke u bazuar në Big Brotherat e viteve të kaluar që ka patur banorë të cilët janë larguar me zarf të zi dhe kanë patur përsëri rikthime në shtëpinë e Big Brotherit, me patjetër që nuk mund të themi jo që Kesi nuk do të rikthehet. Kesi pritet që të rikthehet dhe aty ku ka zë nuk është pa gjë. Do me thënë zëri kot nuk del. Por nuk do t'jetë nata e sonte që Kesi do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania. Sonte në Big Brother do t'hyj vetëm Luizi për një periudhë të caktuar. Për të sqaruar, nuk është banor me të drejta të plota si banorët e tjerë. Për një periudhë të caktuar, do me thënë do të hyjë me një mision që banorët do të kenë për detyrë ta zbulojnë misionin që Luizi do të ketë. Ndërsa në anën tjetër, presim në ditët në vazhdim që televizioni Top Channel, njëkohësisht me produksionin e Big Brotherit, të marrë një vendim, në qoftë se ato do të vendosin që ta kthejnë Kesin, është përfolur si bisedë brenda produksionit, por nuk është marrur një vendim konkret. Për të rikthyer Kesi, me patjetër që duhet hapet një televotim. Kesi nuk është pjesë e studios së Big Brotherit sepse ka dalur me zarf të zi. Duhet një herë të thërritet në studio, më pas të hapet një televotim, të vendosin shqiptarët në qoftë se dëshirojnë të rikthejnë Kesin në shtëpinë e Big Brotherit apo jo. Doja në këtë video të sqaroj të gjitha ato lajme në fakt ato tituj të rejshëm që janë dhe defokusojnë publikun apo defokusojnë fansat e Kesit. Sonte në shtëpinë e Big Brotherit Kesi nuk do të rikthehet, por nuk do të jetë as në studio. Banori i cili do të hyjë sonte në shtëpinë e Big Brotherit është Luizeli, ndërsa për Kesin akoma nuk ka një ditë, një datë apo një moment zyrtar nga televizioni Top Channel se kur do të kthehet. Mendoj që Kesi e meriton edhe një herë të jepet një shans, unë besoj në shanset e dyta dhe mendoj që në qoftë se do të jepet një shans, Kesi do të jetë i mrekullueshëm.